Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të emisionit Rreth të Vërtetave. Jemi munduar të krijojmë një hapësirë për të folur rreth artit, kulturës, emocioneve, jetës dhe realitetit që ne jetojmë, për të kuptuar se si formohemi si njerëz. Sot kemi kënaqësinë të kemi në studio një vajzë të talentuar, të ndjeshme dhe shumë të dashur për publikun, një artiste që arrin të shprehë ndjenjat më të thella përmes artit të saj. Anxhi, mirë se erdhe në Rreth të Vërtetave dhe të falenderoj që je sot këtu me ne dhe pranove ftesën tonë. Faleminderit juve, është një kënaqësi. Faleminderit. Do të doja të nisim bisedën tonë me disa pyetje që na ndihmojnë të njohim më mirë si artiste dhe si njeri. Çfarë është arti për ty? Arti për mua është gjithçka. Domethënë është gjëja më e bukur që mund të kem përjetuar ndonjëherë, është më bën të ndjem vetvetja. Kur e ndive për herë të parë lidhjen me skenën? Të them të vërtetën, ka nisur shumë spontane. Ishte një gjë që as unë vetë se kisha menduar ndonjëherë, sepse kisha plane të tjera, gjëra të tjera, por një moment duke shkruajt si gjithmonë thash, pse mos ta provoj një herë dhe realisht më pëlqen. Cila ka qenë momenti i parë kur kuptove se aktrimi është rruga jote? Në momentin e parë që jam gjetur në skenë, kur kam dhënë audicionet për një emision, aty kuptova që realisht e bëj këtë gjë. Më pëlqen ta bëj edhe të vazhdoj ta bëj, do përpiqem shumë fort. Të dha emocione të bukura? Shumë. Shumë, kam njohur njerëz fantastike dhe ndjem rehat. Ndihesh aty ku duhet të jesh, ti vetvetja. Po. Si ndihesh para se të ngjitesh në skenë? Janë ato emocionet e para ku thua, o bobo, s'doja dal. Mu më kapin nga njëherë edhe të qajt. Filloj më dali lot kështu, s'doja dal, do dal keq. Po pastaj në momentin që marr mikrofonin, ngjitem në skenë papritur gjithashtu duke. Jam vetëm unë, mikrofoni dhe skena bosh. Edhe pse mund të ketë shumë njerëz dhe të rrotull, jam fare shumë e qetë. Çfarë emocione shpërjeton pas çdo performance? Emocioni më i bukur është e para kur merr ato duartrokitjet që se shpjegoj dot edhe tani momentalisht tani thjesht kur e mendoj ndihem shumë e lumtur, them, okay, kam përcjell një mesazh te dikush, do e dëgjoj dikush edhe do e gjej veten brenda asaj gjës. Do të jesh në mendjen dhe zemrat e njerëzve. Po. Ashtu thjesht, pak edhe bukur. Po. A mendon se arti mund të shërojë shpirtin? Po. Për njerëzit që realisht ndjejnë artin, futen në botën e artit, jo thjesht si një term art. Në momentin që ti futesh në botën e artit, e ndjen atë brenda vetes tënde, të shëron shpirtin. Se i shpreh disa gjëra mbase që s'mund të shprehësh me dikë ose thjesht ti mendon, po në art i shpreh atë në rreshta. Cili është roli më i dashur që ti ke interpretuar në skenë? Roli më i dashur është në momentin që unë kam folur një kohësisht për shumë gra që s'kan mundur të flasin, të tregojnë të vërtetat e tyre. Domethënë, kam mbledhur gjitha gratë e botës dhe jam mbledhur kjo unë, është bërë një personazh i vetëm. Ai ka qenë roli që e dashuroj. A ka ndonjë personazh që të ka sfiduar emocionalisht? Nuk është se mendoj se personazhet e tjerë mund të më sfidojnë emocionalisht. Okej, i ke ato mendimet, po që unë i marr shumë qejf gjërat. Të vinë si të vinë. Ku e gjen frymëzimin për të aktruar? Lind natyrshëm. Ndonjëherë janë ca gjëra që thjesht lindin. Nuk është se kam diçka që më frymëzon. Çdo gjë, edhe kjo lulja, edhe një njeri thjesht më frymëzon edhe krijoj diçka. A ti krijon edhe vet? Shkruan? Vet. Domethënë, edhe po të jam në moment, edhe pa shkruajt fare i krijoj edhe më ngelin atë. Në mendime. Po. Diku edhe pastaj vendos që një ditë ti shkruash dhe pse jo ta paraqesesh edhe në skenë. Çfarë të frymëzon më shumë në jetën e përditshme? Çdo gjë. Si është Anxhi në jetën e përditshme? Anxhi në jetën e përditshme është një njeri shumë pozitiv. Ka njëherë më kap ai 5 minutë shihim, po që ana shkalojmë. Si të gjithë. Është ai njeriu që
në momentin që ka kohën e lirë, thjesht rri, shkruaj, dëgjoj muzikë. Domethënë, edhe koha me shoqërinë na pëlqen shumë. Çfarë të relakson ty më shumë? Shoqëria. Shoqëria dhe të shkruaj monologët. Këto janë dy gjëra që mua më relaksojnë shumë. Cili është motivi yt më i madh për të vazhduar? Unë kam hasur disa njerëz që më thoshin ti s'do e bësh dot, ti s'do e dalësh dot. Unë kam pasur 3 gjëra në jetë. Menaxhimin e biznesit, akademinë ushtarake që babi më nxonte, edhe aktrimin. Në momentin që u futa rrugës së aktrimit, të gjithë thoshin, jo ti s'mund t'ja dalësh. Dhe kjo më motivon që pse më thon të gjithë nuk mund t'ja dalësh, duhet ta bëj që ta kuptojnë se unë mund t'ja dal. Mund ta bëj këtë gjë, se realisht e dua. A ka pasur një moment që ke dashur të heqësh dorë? Ka pasur disa raste kur jo, këtë e ke gabim, jo po pse e bëre këtë, pse e the këtë, domethënë kur të vinë shumë kritika për asgjë. Ka pasur dhe persona që ka menduar okay, pse bëj dot? Po prap thoja, unë e dua këtë gjë. Dhe ka njerëz të tjerë që besojnë tek ajo gjëja që unë bëj. Pavarësisht njerëzve që më ndalojnë, ka dhe të tjerë që më shtyn ta bëj. Që të motivojnë. Si e sheh rolin e gruas në artin shqiptar? Për mendimin tim, rolin e gruas në artin shqiptar nuk është se e flasin shumë njerëz. Janë shumë të rrallë njerëzit që flasin për gruan si qenie, por realisht është gjëja më e vlerë që bota ka, për mendimin tim. Dhe duhet jepet pak më shumë zë femrës. Duhet jepet pak më shumë dashuri, pak më shumë vëmendje. Është femra që na sjell në jetë, si një mashkull, si një femër tjetër. Prandaj është gjë më e bukur. Çfarë mendon për gjendjen e artit dhe kulturës sot në vendin tonë? Nuk është se janë aty ku duan. Domethënë, kohët e fundit, vitet e fundit, arti ka filluar të aktrimi, po marrim si bazë aktrimin, ka shkuar në banalitet. Bëhen humore me gjëra banale, kur ti mund të bësh humor nga jeta e përditshme, nuk e pse përdor terma banal. Domethënë, është e njëjta gjë në çdo vend pas një kuptim. Mendon se ndoshta shtyhen nga publiku, çfarë kërkon publiku dhe serviret? Edhe shtyhet, po në momentin që ti paraqet të lloj gjëje dhe s'ke diçka tjetër, normalisht ajo do pëlqejë. Se është vetëm një gjë që shfaqet tek publiku. Ku qëndron problemi? Tek ata që shkruajnë apo tek kemi profesionistë të mirë këtu në vendin tonë që mund të bëjnë diçka të ndefshme edhe për shoqërinë tonë? Kemi, por mendoj se nuk janë përkushtuar aq sa duhet. Me më shumë punë, me më shumë vëmendje ndaj artit, arti në Shqipëri do ishte shumë i bukur, se ka talente vërtet shumë të mëdha. Çfarë do të ndryshoje te vetja si aktore? Mos të përfshihesh shumë emocionalisht në skenë, domethënë, në momentin që e bëj diçka, më duket sikur jam unë brenda asaj gjë, sepse ndoshta s'ka lidhje fare me mua. Po të tregoj një rast, kur bëra një monolog për dhunën ndaj grave, isha duke u dridh. Sigur, domethënë, fillova të u prek, sikur e kisha ndje unë atë gjën, po nuk është se ishte diçka tek unë. Thjesht e kisha marrë nga thjesht dhuna ndaj grave dhe krijova diçka, por tek të tjerët edhe tek shoqëria u hanç. Pse ke fol për këtë? Pse ke qajt? Pse je prek? Përfshihem shumë emocionalisht. Edhe mendoj shumë gjatë, apo bëj qajta, apo bëj isha kështu. A ka një ritual para se të ngjitesh në skenë, ti vetë praktikon diçka, një lutje? Unë besoj shumë në Zot, edhe
Një është shpreha që Zot bëje mirë, edhe e dyta është kur e shoh shumë kapën ato emocionet, ose e dua një njerëz që ta kem afër dhe më thot, Anxho, shkundu, mund ta bësh, po ka raste që i them vetes, hec Anxh, bëje se s'ka kush e bën tjetër. Do duhet ta bësh këtë gjë që e ke nisur, ta përfundosh. Po, ti e ke nis, ti të çoj deri në fund. Pra edhe një psikologe shumë e mirë e vetes. E vetes, po. Në shumicën e rasteve, po. Çfarë është suksesi për ty? Suksesi për mua është në momentin që shoh që ka njerëz që duart trokasen për mua, ka njerëz që thonë, ua, kjo është ajo goca që bëri këtë, kjo është ajo goca që foli për gratë, kjo është ajo goca që foli për një X që tjetër. Kur vjen më përshafojnë, më thonë që bravo, ishe shumë mirë, kaq është suksesi për mua. Nuk është as të arri gjërat që duan disa njerëz të tjerë. Mua më mjafton kaq të shoh ato buzëqeshjet e publikut, më kënaqet zemra. Si përgatit veten shpirtërisht për një rol të ri? Shpirtërisht jemi cop-cop. Po thamë që jemi psikolog të vetes? Jo, jam njëri shumë i ndjeshëm, pavarësisht se nuk e shfaq tek të tjerët, jam njëri që brenda vetes ca gjëra i ndjej më shumë se sa i shpreh. Po thjesht mendoj këtë, okay, ti e ke nisur këtë gjë, ti e do këtë gjë. Përpishu. Edhe thjesht ajo më punon në tru. A beson se arti duhet të ketë një mision shoqëror? Po. Në momentin që të gjithë do jenë të bashkuar si shoqëri për të krijuar një gjë të bukur për publikun, që arti shqiptar të pëlqejë, të dashurohet nga të gjithë, po në momentin që ti ke talente të reja dhe ju ndërpret atë, si më thënë, s'mund ta bësh ti se gabove diku. Të gjithë gabojmë, nuk kemi lindur perfekt. Ta mbështesim njëri tjetrin edhe të arrijmë diçka të përbashkët. Mendon se duhet shumë punë për të arritur që të kesh një sukses në skenë, apo është talenti edhe mjafton? Duhet shumë punë. Konkurenca është shumë e madhe. Ka njerëz që janë më lartë se ne artistikisht. Edhe ty të bën të ndihesh, jo po, shiko se është dikush tjetër që e bën këtë dhe unë s'mund të pëlqeja më shumë nga publiku se ai, apo s'mund të ta bëj diçka më mirë se ai. Kjo i step njerëzit, nuk provojnë. Cila është ëndra më e madhe artistike jote? Ëndra më e madhe artistike imja është të jem në një skenë shumë të madhe me shumë njerëz, edhe kaq. Thjesht jam në skenë. Gjatë gjithë kohës të hajt pit fle, nëse është e mundur në skenë, është e gjithë bota ime. Çfarë do të doje që të ndryshoje tek vetja si artiste? Si artiste mos jem kaq shumë pozitive, se domethënë kur fillon dikush që shoqërohet me mua, më them, okay, ky është rob që mua do më rria afër, ndërkohë që ai ka plane të tjera. Më thotë, ec, fut shelmi, si me thonë, s'bën për këtu, edhe aty bie i gjithë morali për tokë. Kjo është e vetmja gjë që duhet të ndryshoj, mos jem kaq shumë pozitive me njerëz të ndryshëm. Dhe të mos besosh aq shumë tek njerëzit. Po, e kam shumë problem. A do doje të interpretoje jashtë vendit? Ide e keqe nuk është. Më pëlqen, po do doja ta nisja me vendin tim. Unë në Shqipëri kam lindur, në Shqipëri jam rritur. Po prapë më pëlqen, po jo aq sa Shqipëria. Shqipërinë e dua shumë. Kesh një deklaratë më e bukur. Si e sheh veten pas 10 vitesh në këtë profesion? Unë jam një njeri që nuk i mendoj gjërat aq gjatë, ku do jem unë pas 5 vitesh, ku do jem unë pas 10 vitesh. Unë them, okay, sot jemi gjallë, nesër si jemi, dhe si mendoj shumë gjërat. Kënaqem me ato ku jam. Në momentin që jam diku, them, okay, më mjafton dhe kaq. Nëse vjen më mirë, bujro me mirëpres.
Aktrimin e ke zgjedhur si profesion, apo Angji në jetën e vet ka bërë dhe studime, mendon që ndoshta mund të jetë si një profesion i dytë, ndërkohë parsore ke diçka tjetër, një ëndër tjetër, të dim pak më shumë. Parsore, unë kam patur menaxhimin e biznesit, siç thash. Është diçka tjetër që e bëj me shumë qef, me shumë dashuri dhe jam shumë e përpikt, po aktrimin e dashuroj. Nëse ka një gjë në jetë që unë e dashuroj, është aktrimi. Nuk mendoj se dhe burrin tim të ardhshëm mësoj dashuroj sa aktrimi. Thjesht ka lindur natyrshëm. Është i po me qef. Si arrin ta balancosh kohën tënde mes këtyre profesioneve që ti ke dhe punëve që ti ke? Ka raste që nuk flejmë gjumë, duke bërë punë të ndryshme, po kohën për artin, për pjesën e aktrimit dhe për këto do i gjej gjithmonë. Njeriu i cakton disa kohë të caktuara vetes. Në këtë kohë do bëj këtë, do bëj këtë, do bëj këtë. Dhe kur i vendosesh këtyre gjërave, ose i bën ose si bën. Unë si Angji po e nisa diçka, do e bëj me patjetër. Si një vajzë e re, artiste dhe në shpirt artiste, çfarë këshille do doje që t'i jepet të rinjve? Edhe nëse ka njerëz që ju thonë që këtë gjë se bëni dot, thjesht provojeni, do dështoni një herë, 2 herë, 3 herë, po në momentin që e do diçka, unë mendoj se do e arrish. Pavarësisht se do ketë ditë që vetes tënde do i thuash se bën dot. Kështu ka nisur me mua, duke qenë se ka patur njerëz shumë, po shumë, edhe të afërm, edhe nga shoqëria që më thonë, Angj mos e nis kot, se bën dot. Rria e mendoja, pse më thonë gjithë që se bëj dot. Edhe thash një ditë të bukur, unë do dalë aty, do e bëj, po ja që u pëlqye. Çfarë të bën të lumtur sot? Të lumtur sot, mua më bën fakti që motra dhe vllai gëzojnë jetën. Janë të shëndetshëm edhe i kam afër vetes, kaq. Pra shëndetja është gjëja kryesore, parsore për jetën e njeriut. Po, ata të dy janë pika ime dhomë. Që ke shumë emocionale, si njeri. Të cilët i përshëndesit? Nëse do të përshkruaje veten me një fjalë, cila do të ishte ajo? Lamsh. Unë jam një njeri që i ka të gjitha, edhe një vriken, edhe pozitiven, edhe të dashurën, edhe njeriu që të heq nga zemra në sigur s'kam dash të kurrë, jam tipi i çuditshëm. Ndonjëherë shoqëria më thot alien. Përshtatem me çdo lloj gjëje, edhe pse njerëzve ju duke me çuditshme, po pram ç'të bëjmë. Angji, komplimenti më i bukur që të kanë bërë deri më tani. Okej, unë do e nis nga më i zakonshme. Syt i ke shumë të bukur. Ju lutem mos ma bëni më këtë kompliment. Dhe i ke realisht shumë të bukur. Faleminderit. Çdo njeri do me thënë ma bën këtë kompliment, po tash i sy janë. Kurse komplimenti më i bukur që ngjaj me aktoren Angelina Jolie. Do me thënë, ma thënë shpesh njerëz të ndryshëm, edhe pse unë vetë nuk është se them që kam ngjashmëri, po që njerëzit ma thënë. Edhe prapë më bëhet qefi. Angji, për kënaqësinë tonë dhe të publikut që të ndjekim, të admirojmë, të duartokasim, nëse mund të na krijosh një monolog për shoqërinë, gjithmonë me kënaqësi më të madhe. Ndonjëherë më thoni e vogla e grupit dhe ndihem me fat. Por ju nuk e kuptoni se sa vlerë keni për mua. Nëse njeriu ka një familje, unë i kam 2. Një familjen time dhe e dyta është shoqëria. Shpirti tim e mbushin me jetë. Më bëni të lumtur, më bëni të qesh, më bëni të qaj bashkë me ju. Në atë momenti që kam nevojë të flas me dikë, e di se gjithmonë do kem njerëz aty që do më presin me krahët hapur, edhe me dashurinë më të madhe.
e ndjej veten me fat. Aq shumë se i them Zotit faleminderit që më ke sjell këta njerëz në jetë. Është shumë rrallë sot të krijosh shoqëri, sepse mashtrohesh, shgënjehesh, por jo. Unë kam qenë me fat. Dhe këtë e them me zërin plot, sepse kur s'më keni lënë vetëm. Kur kam pas nevojë për duartrokitje, ju kam patur aty. Më keni dhënë ato përqafimet që ndoshta edhe pse i kam dashur, si kam kërkuar, por i kam marrë me ngrohtësinë më të madhe. Dua t'ju them që ju dua, edhe jam shumë me fat që kam një shoqëri të tillë. Përmend këtu Aldon, Xhet, Klaudian, Kelën dhe gjithashtu Elën. Sepse do bëjmë një shoqë. Shumë faleminderit. Angji, shumë faleminderit dhe të uroj shumë suksese. Unë u emocionova jashtëmase shumë. Ishin fjalë shumë emocionuese, të ndjera dhe të thëna me shumë dashuri. Faleminderit shumë, jam shumë e lumtur që isha pjesë e castit sot. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe dashur. Të nderuar miq, ky ishte edhe episodi për këtë mbrëmje. Unë uroj që ju të jeni argëtuar me ne dhe ta keni shijuar ashtu sikurse ne u jam shumë mirë sot. Ju uroj shikim të këndshëm dhe do të rishihemi në episodin e radhës. Dhe atëherë mirupafshim. Pafshim.